من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد تجثى لفديت من njohjet falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për këtë falje dhe ndihmë, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira, më të begata, të papndërprera mbi njeriu më të mirë, mbi zotërinë e gjithë njerëzimit, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar xhamat, të ndëruar vëllezër, pas falënderimeve ndaj Zotit xhelle xhelalu dhe salavateve mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, duke ndjek vijën dhe mësimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ku thot alayhi salatu wassalam, kush nuk i falënderon njerëzit, ai nuk e ka falënderuar edhe Zotin e Madh xhelle xhelalu. Andaj falënderim është edhe i veçantë për hoxhën ton, hoxhën e juve, hoxhën Nusret, ku njëkohësisht ne kemi qenë edhe në haxh bashkërisht, kemi bë një prej ceremonive më të mira të Islamit dhe shkurora e Islamit, edhe sikur që është traditë edhe tek xhaxhilerët e tonë dhe pleqët e tonë, që thonë se ata me të cilët kemi bërë haxhin, ata nuk harrohen kurrë, nga se është vendi dhe momenti më i mirë që kalohet në advent. Lutim Zotin e Madh që këtë që kanë bërë haxh Allahu t'i bën kabull. Njështu edhe stafin e xhamisë që u bën sebeb që t'i kalojmë disa minutat përbashkëta para namazit të yatsis dhe taravis. Të ndëruar xhamat, ne jemi tashmë në pjesën më të mirë të Ramazanit. Pjesa e 10 të fundit. Kemi lënë 2/3 të Ramazanit pas, duke lutur Zotin e Madh të ketë bërë kabull për neve. Mirë, po pjesa që na ka mbet, o pjesa më e mirë. Pse është pjesa më e mirë? Nga se këtë Ramazanit të ndëruar xhamat, ka nisë për kësaj pjesës që pritet me kanë në 10-in e fundit. Dhe ajo është nata e Qadrit. Inna anzalnahu fi lejletin mubarakatin. Ne kemi zbrit këtë Kur'an në një natë të bekuar, nata e Qadrit. Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Ne kemi zbrit Kur'anin në natën e Qadrit. Andaj ne në këtë 10 ditën agjërojmë, natën e lipim natën e Qadrit. Allah na mundsoft me mri, e nëse e mrim të na gjejë në ibadet, dhe të na gjejë në dhikr, dhe të na gjejë në punë të mira. Andaj le të shtrëngohen rrypat dhe le të përveshën krahët dhe le të mbahet takati i muslimanit në këto net që ta gjejmë 10 i fundit në rizallëk të Allahu subhanahu wa taala. Të ndëruar xhamat, me ezan natën e Qadrit dhe me tu bë kabull duaja, të ka kap rahmeti Allahu xhelal pis se të kalin nana, s'ka pas ditë më të mirë se ajo. Apo kur ka zbrit fjala Allahu subhanahu wa taala në surën e Taube për ata 3 sahabe të cilët i kishte injoruar pejgamberi alayhi salatu wasalam për 50 ditë të plota për shkak të vonesës së tyre në luftën, një prej luftrave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çfarë bëri kur zbriti Allahu xhelal ayet? Laqad taba Allahu a ka mundsuar tëubën atyre treve. Shiko këtë tëubë, Zoti ja ka mundsuar tëubën. Kur kanë ardhur te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ju ka ardhur lajmi se ju ka përmend Kur'ani, çka ju ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Wallahi ka thënë, o Ka'b, kjo është dita më e mirë pse ki lind këtë dunja. Të ka përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe ta ka cituar tëubën se Zoti ta ka pranuar tëubën. Andaj ne duhet të përpiqemi në maksimumin ton që këto net, ndoshta e zojmë natën e Qadrit. Ajo është më e mirë se 1 muaj të ndëruar xhamat. Në dokumentet e ulemave, komenti i parë është 1 muaj. Dhe disa prej tyre kanë thënë, arabët nuk kanë numër më të gjatë të përmendjes se sa 1000. 1000 është fundi i tyre. Pastaj rifillojnë shumëzimin dhe shtimin e numrave. Andaj kanë thënë disa prej ulemave, nata e Qadrit është më e hajrit se pafundësisht net. Nata e Qadrit është më e hajrit se sa pafundësisht net. Lusim Zotin e Madh që këto net të na nxajnë neve në vepra të mira. Të nderuar xhamat, gjithë kemi agjëruar ditë të tretë të Ramazanit. Mirë po, ai po i marrim mësimet të duhura të Ramazanit? A jemi duke e përkthye këtë Ramazan në veprat tona, në moralet tona, në karakteret tona? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një varg hadithësh ja ka mohuar besimtarit agjërimin nëse ai nuk reflekton.
Madje ka thënë në hadith të saktë pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Falaysa lillahi hajja." Nuk ka Zoti nevojë, edhe pse Zoti nuk ka nevojë edhe kur i arrin ti qëllimin, mirë pa Allahu subhanahu wa taala nuk e bën të lidhshme një ibadet vetëm se pas ibadetit ka një urtësi. E pse Zoti neve po na thot me ninue? Na kemi përmend shumë për mësimet të ndëruar xhamat, i përmendim disa prej tyre sot. E para prej tyre që duhesh ti me e marr prej agjërimit të ndëruar xhamat, përveç agjërimit klasik penim sak deri në iftar, cila është çfarë? Që të zbutet zemra dhe të bëhet e mëshirshme. Që të zbutet zemra të bëhet e mëshirshme. Allahu e ndal lukthin nga haja dhe pija dhe prekja e halallit tan për çfarë arsye? Që me ta zhvillu rahmetin. Me ta zhvillu rahmetin. Këtë feja jo në rahmet. Këtë feja jo në mëshirë. Dhe Allahu gjëra ka përmendur ta në Kur'an me një ajet. Këtë feja jo në pika buron të ndërum xhamat. Ka ardhur për Muhamedit alayhis salatu wassalam. E Muhamedi alayhis salam kush e ka dërguar? Rabbul Alamin. Çdo ajet, në çdo surë në Kur'an fillon Bismillahirrahmanirrahim. Përveç surës Al-Anfal, përveç surës At-Tauba. E që të shumë ulema, kjo zavencohet me një ajet tjetër të surja An-Naml. Apo, dhe shumë prej ulemave Anfalin dhe Taubën e ka llogarit një sure, që do më thonë se këtë Kur'ani o Bismillahirrahmanirrahim. Dhe në një ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të kemi dërguar ti o Muhammed alayhi salatu wassalam pos mëshirë për botat. Ti agjeron për mëshirë. Ti ninon për mëshirë. Na lutmi, agjërimi jonë është shprehje e lutjes në formë të braktisës ushqimit. Ne lutemi, thot Allahu subhanahu wa taala, "La'allakum tattaqun." Agjeroni që të arrini mbrojtjen prej zjarmit. A mbrojtja prej zjarmit nuk arrihet pos me rahmet. Andaj nëse nuk e zhvillojmë brenda neve cilësinë e mëshirës, cilësinë e mëshirës të tjetë shprehje jotja mëshira, atëherë na nuk kemi agjeruar si duhet. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri më i mëshirshëm nga gjithë njerëzit. Nga gjithë njerëzit. Andaj ne duhet të dalim nga kjo agjerim më të mëshirshëm, më të butë, karakterat tona të ulën. Po jo rastësisht neve e kurorëzojmë çdo ditë me taravi, se kemi marrë nga mëshira dhe vime dhe falim edhe më tepër. Jo rastësisht fundi i Ramazanit, me çka kurorëzohet pak para se me mrim Bajram. Me çka karakterizohet? Me dhënien e fitrave. Çka fitra të ndërum xhamat? Që ti 30 ditë agjërim e përfitove cilësinë e rahmetit. Edhe thu ku ka dikun fukara, t'ja jap do pare. Ta jap do pare të haje bashk ai me mua. Nuk du me hangër veç vet. Nëse ka doni musliman që s'ka, jo rastësisht fitrat janë vetëm për ushqim. Fitrat dhe emri fitra është buk. Mi dhon buk me hangër. Buk me hangër. Përveç se në medhebin tonë, në medhebin Hanefi, Ebu Hanifi rahimahullahu taala ka lejuar që ajo të përkthehet në të holla nëse ajo pastaj prap përkthehet në ushqim. Ajo mundësi tjetë, ajo tem tjetër. Por ideja është e rahmeti. Ne e kurorëzojmë pak para se me festu Bajramin, i themi kitë muslimanve, a ka diku që s'ka hangër? Dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, për çdo shpirt, për çdo njeri jepet fitra. Për t'tregu se ne e kemi zhvilluar cilësinë e rahmetit. A e kemi zhvilluar cilësinë e rahmetit? Nëse e marrim në jetën e muslimanëve, gjeografin ton nuk është ashtu. Në socialën ton nuk është ashtu. Në raportet tona nuk është ashtu. Por këtë arsye të ndërum xhamat, nuk është çështja ne të mbesim pa ujë dhe pa bukë, 2 motor, 3 motor, ndërkohë që e gërsi nuk mund ta largojmë prej vetes. Duhet të reflektojmë me këtë agjerim. Nëse dikush ka nuk agjeron të shef tije, thotë çikia, i bie më kon më i butë se unë, ki mos e kalon bukën. Ti më kon më i butë se unë. Ki bukën e le, hajën e le, pijen e le, gruajën e vet se prek. Frigoriferin e ka plot, 13 sahat agjeron. Ki vetë që është më i mirë se unë. E a jemi na më të mirë se të tjerët? A jemi në pazar më të mirë se të tjerët? A jemi në aspektin e korrupsionit dhe besnikërisë dhe transparencës shikblerin më të mirë se të tjerët? Që tu shifët agjerimi, por ndryshe në Ramazan këtë mashallah jena, te barakallah. Andaj të ndërum xhamat, vjen agjerimi që neve të na e zhvillon cilësinë e rahmetit më të butë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot hadithin që ka nxjerrë Imam Buhariu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mëshironi ato që janë në tokë, ju mëshiron ai që është në qiell. Një ditë për ditëve pejgamberi alayhi salatu wassalam i puth nipat të vet, Hasanin dhe Husajnin radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Dhe vjen një bedevi, një ndacak. Ndacak janë njerëz të cilët kanë jetuar në shkretin. Kush ka qenë haxh dhe umra e di se ai vend është shumë i shkretin dhe shumë i gurit është.
Dhe kanë ardhur disa njerëz që kanë jetuar pak më larg qytetit. Edhe vjen te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe e shef atë skenën të puth fëmijët. Edhe i thot pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot ja Rasulullah, unë i kam 10 mit të shtëpia që si. Pro 10 vlad i kam. Asnjënin kurse kum puth. Se shpesh herë na manifestohet edukimi i fëmijës me refuzimin e tij. Larg, manaton, mos mu afro. E kjo gabim të ndërum xhamat. Dhe pejgamberi sa çfarë i thot, a ja meriton? Jo, pejgamberi sa nuk ka miratu burrni sokaki. Burrni rrugë. Jo, ai ka ardhur me burrni shpallje. Ai ka ardhur me burrni të shpalljes që Zoti e ka mësuar burrnien. E çka i tha? Tha wa ma amlik an naz'a Allahu ar-rahmata min qulubikum. Tha çka kam faj une? Çka të baj une? Çka ka ndor une? Që Zoti ja u ka shkuar rahmetin nga zemrat e juve. Ha, rahmetin. Njeriu të ndërum xhamat, nëse nuk ka i mëshirshëm, nëse ibadetet e tij nuk i përkthehen me mëshirë, kur dikush e shani namazli, çka do të më pa atë ai të ndërum xhamat? Që këtë më halla me njofë që kja ma i miri, që kja ma i mëshirshmi, që kja ma i buti, me këtë s'del problem. Ka thonë alayhi salatu wassalam, el muslimu men selim el muslimune men yadihi wa lisani. Ka thonë alayhi salatu wassalam, musliman cili o musliman, ai i cilit musliman të tjerë janë rahat pitina. A janë rahat njerëzit pitije? Wallahi, nëse vesh një njeri nuk ka rahat pitije, bigajri hak, ti nuk mundesh me kanë musliman i mirë të Zotit Madh xhel xhelalu. Deri sa i sigurohet pi gjuhës tane, jo veç dorës. Njëri thot po si kam quve kur kujna o gjo, po goja s'po t'nalët. Dikush nuk ka rahat pi gojës tane, dikush nuk ka rahat pi akuzave tua, pi akuzave tona. I rëndojmë njerëzit, i lëndojmë njerëzit, i mundojmë njerëzit. Wallahi ti ja thuni fjalë dikujna të natën s'fle. Ti e çon punën tane, ti shkon me pi çaj, ama ti ja ki pi jetën atina, pilim ja ki bë jetën atina. Po këtë arsye ky agjërim dhe agjërime të tjera, dhe sa shumë Ramazana kemi kaluar të ndërum xhamat, duhet cilësit, shprehit, karakteret e rahmetit të mbilën në zemrat tona, për ndryshe ne ndoshta agjërojmë, lodhemi. Mirë po ka thënë alayhi salatu wassalam, sikur që është transmetuar nga hadithin e Imam Tirmidhiut në Sunenin e tina, ka thënë alayhi salatu wassalam, sa robi prej agjërimit të vet nuk merr pos urin dhe etjen. Zoti na ruaj nga kjo gjendje e cila nuk na përkthehet neve vepra jon me shpërblim. Kjo është e para të ndëruar xhamat. E dyta që duhet ta kemi parasysh tek te Ramazani, cila të ndëruar xhamat. Allahu subhanahu wa taala dëshiron që muslimanët të jenë të gatum dhe të përgadit. Si i bie kjo të ndëruar xhamat? Pse ne kanë bukën? Pse ne kanë ujin? Stërvitje. A dini kur ka zbrit Ramazani? Pak para se me ndodh lufta e Bedrit. A lufta e Bedrit është lufta më e madhe në dunja që ka ndodhur ndonjëherë. Allahu ja ka përmend këtë në Kur'an në një sure të plot, surja 8 në Kur'an, sura Al-Anfal. Yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi. Allahu dëshiron që me fjalët e veta ta çojë të vërtetën në vend. Mos e pas ndodh lufta e Bedrit që tu s'kish pas xhami, s'kish pas as islam. Ka ndodh lufta e Bedrit, kahja e historisë ka ndru komplet, shtrati i historisë ka ndru komplet. Me 23 vjet pejgamberi alayhis salatu wassalam ja ka ndru këtë dunjës shtratin me ardhni sa të dush diktatorë dhe çka të dush me ardh prej arrogantëve, s'kan mundësi mi bë kësaj feje kur gjë. E çka ka ndodh para kësaj lufte? Allahu ka obligu agjërimin për t'i tregu muslimanëve çfarë? Se muslimani duhet me kanë i përgatit për çfarë do lloj kohe. A pe shifni sot dunjaja për shembull, është në të fitilit me utollovit këtë. Inshallah Allah i ruan musliman pi sherrit çarraxive, e pi krimit kriminalve. Ama ti si musliman edhe unë si musliman, çu ki agjërim, a na mëson neve diçka? Po na mëson të ndërum xhamat. Çka na mëson? Dush më përgatit për çdo gjendje. Me menaxhu çdo krizë. Pse a na musliman, a na ka hije na? Pse ka hi 15 dinar nafti, me umit na për bomba në benzinës, për çka? Për mi pështu e 3-400 dinar. Po mu nal ujit të ndërum xhamat. Po mu nal buka. Po na si agjërus, a du të me u përmledh mas pari na me ka duhe ejbe ma bukëna. Pa nuk i këshish pas njani që ka sa gjënë me thonë, po ju be që një njani ka 13 saat sa një bukë, atë part pilip një. Pa këta si agjërimi është stërvitje dhe të ban gati për kriza. Muslimani janë hazër për çka do koftë? Për çka do koftë a hazër? Pejgamberi alayhis salatu wassalam 3 vjet embargo ka durue. As shitje, as blerje, as ushqim, as kur gjë hiç. Për çka? Fi dhatillah, fi sabilillah, për hir të Zotit xhel xhelalu. Për hir të Zotit xhel xhelalu. Andaj duhet besimtari të gatuhet. Çka i bie të gatuhet? Këto orë të agjërimit duhet përkthehet nesër çfarë do krizë me pas, unë i gatshëm jam. I gatshëm jam.
Ti që keni nu 13 sahat, i ke fal 20 rekat taravih, ke dhënë sadaka, me ndodh një tollovi, hazërije. Çka i bie hazër? Që muslimani përgatitën nëpërmjet adhurimit të tina, sikur që u përgatitën sahabët me agjërim, me logjik çish ish dashur të ndërum xhamat. Me logjik ish dashur agjërimi me zbrit mas luftës Bedrit. A për ne të luftojna një herë, kena me hangër. Jo, s'keni me hangër, keni me luftuar. Pse? Sepse njeriu veç kur e na luktin e vet është i gatshëm mu ballafaqu me gjëra të mëdha. Andaj ne si musliman të nderuar xhamat, duhet ballafaqohemi me menaxhimin e krizave. Çfarë do lloj krize, një kujdestar familje, një mbajtës i evladëve, duhet dihet me menaxhoje. Pse? Po ti agjërusie, e ki imsakin, ki orarin e agjërimit, edhe i ki e çfarë? Edhe i ki ibadetet. Në agjërim të nderuar xhamat, në Ramazan. E logjikshme çish i shkon. E logjikshme i shkon veç me agjëru, asnjë adhurim tjetër mos me pas. Allahu të kundërtën e ka bë. Në agjërim na i ka rrit dozën e adhurimit. Veç në Ramazan ka taravih. Jashtë Ramazanit mi lut për gjak xhamatis vin. Mi thon për hir të Allahit, hajde bëj falën e taravih jashtë Ramazanit. O gjatë na 30 ditë bollo falem. Pa ditë edhe keni agjëru bëjni lot. Jo, po çka? A ditë pse? Sepse kur bashkohet ndërprerja e ushqimeve në luks, njeriu merr takat, merr vullnet, merr ambicie për të afruar te Zoti Madh te bareke ve teala. Për këtë arsye, agjërimi është një ushtrim, është një stërvitje dhe kalitje dhe gdhendje e një gatishmërie në zemrën e besimtarit, që nëse ka ndonjë lloj krize, nëse ka ndonjë lloj mundimi, nëse duhet na mobilizu për diçka, ne jemi të gatshëm se na kena agjëruar. Kjo është qëllimi i agjërimit të nderuar xhamat. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, pejgamberi alayhi salatu wassalam, jashtë Ramazanit shumë agjërojke. 6 ditë Shevalit i agjëroj kemi një mas Bajramit. Në atë musliman i kemi harru këto tradita. Këto janë tradita profetike të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Të hanën dhe tetën e ka agjëruar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ditët e bardha i ka agjëruar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pse ka agjëruar? Sepse Allahu thot në Kur'an: "Wasta'inu bis-sabri was-salat." O ju musliman, për jetën e kësaj bote, çfarë? Ndihmohuni me sabër. Ka ardhur nga Ibn Abbas dhe Mujahidi radhiyallahu anhuma wardahuma. Çfarë ka thonë? Shka wasta'inu bis-sabri ay bis-sawm. Me agjërim, was-salat dhe namaz. Kur kishte doni krizë pejgamberi alayhi salatu wassalam, krizë, munim, shqetësim, çka bante? Bilal, thirrë ezanin, falmi. Ha? Na kur kena kriza të ndërum xhamat, gjumani cigare çati se s'jam mirë diçka. Ama palaçi miliard. Shikoj të dallim i madh apo dal një kafe pak stres ka. Pejgamberi sa ma ka pas strese, ka pas ndërum xhamat. Çka ka pas ai stres, komplet shkupin e komplet Maqedoninë, Ballkanë musliman sot çka janë, s'kan pas stres një ditë çka ka pas ai. Çish ka menaxhu me Rabbul Alamin. Ha, Allahu Akbar, ka fol me Zotin e Madh xhelel xhelalu. E agjërimin thot Aisha radhiyallahu anha, a disa shpesh na ka ndodhur që vinte pejgamberi alayhi salatu wasalam natën e pastaj zgjohen mëngjes, edhe më thonte a ka diçka me hangër? Thosha jo ja Rasulullah, jam agjërushëm. Shka me hangër, e përkthen më një herë, përkthehen më një herë agjërim. Dikush nis provë vogël, ka dalë valla sabër, përkthehen pritje të rahmetit, pritje të mëshirë, prit Zoti ta jap zgjidhjen. Zoti ta jap zgjidhjen. Andaj le ta mësojmë nga agjërimi, çfarë? Që na për diçka na të stërvit. A disa rrugë gjatë kena të ndërum xhamat. Me mrin deri në xhenet ka shumë stacione të mëdha. I pari prej tyre është Vorri. E i fundit prej tyre është kalimi i urës Siratit. Allah na mëson të gjithë ta kalojmë. Na përcetajnë ato agjërue. Na i timor valigjet tona. I na timor furnizimet tona. Ha? Fa inna khayra zadi taqwa. Allahu gjithë të të zëvëdu. Ku qkonin haqë, a i kini pa njeri. Merë pare me veti, ju le pare familjes. Pse? Sepse këtë du të mi bo hazër. Allahu thot furnizimi më i mira takvalloki. Që ki devotshmëri, që ki karakter, që ki iman, që ki besim. Kjo naft për gjatë ko. Kjo lan djekse për gjatë ko. Deri në xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Dhe e fundit të ndëruar xhamat, ka shumë mësime Ramazani, me këta po e përfundojna. Të ndëruar xhamat, agjërimi na ka dhënë diçka tjetër. Cila është? Shumë për njerëzve po jetojnë një materializëm të egër. Njeriu nuk ka mundësi me dal për materializmit, ama jo më kon materialist. Na hajmë buk, edhe pim ujë, edhe martohemi, edhe shtohemi, edhe i kemi çejfet e dunjajës. Ama Allahu na tregon diçka tjetër në agjërim. Jeta nuk ka kaçme veç kur ha edhe pi. Shumë njerëz e përkufizojnë dunjajën, a e keni pa? Për idare hoxha. Çka idarja? Idarja me hang me pi, me pas një vetur në shtëpi, apo? Në rregull. Allahu gjithë thotë jeta nuk ka veç kjo. Jeta ka edhe agjërim, jeta ka edhe namaz,
jeta ka edhe zeqat, jeta ka edhe haq. Jeta të ndërum xhamat, për kufizimi i jetës. Çfarë çka e ki për kufizimin e jetës në shpirtin tënde ka më ndikuar në çfarë? Në cilësinë e jetës tënde. Ai çka e sheh jetën materialiste, ai patjetër ka më vujt. Nëse ka mu tut me rujt. Shikon njëri ka një dyqan, thot i kum nuk këto kamerat mos të mvedhin. E ban një kapital, mos ani shty parë për me rujt kapitalin. Apo i humbi njërit 1.000 euro, mos ani 500 euro për me gjetë ato 1.000 euro. Mos ani edhe 1.000 tjera. Shiko, siklet i madh apo. A ke riska? Allahu çfarë thot? Ka dalë. Se ka dritarë të tjera të kësaj jete janë e bën jetën shumë të këndshme. Andaj Allahu xhelal në Ramazan çfarë ka bë? I ka barazu këtë musliman me një adhurim. Këtë musliman i ka barazu me një adhurim për t'ju tregu se jeta e mirë, jeta e këndshme, dunjaja nuk ka veç material. Nuk ka veç material. Çtu në xhami të ndërum xhamat, çka na ka bashkuar? Materiali? Jo vallahi. Jo, s'ka ka bashku materiali. Se vallahi me pas kanë materiale, me pas hoxha Nusret, që jam i bindur që me pas parë, ju jap këtë kondovës me ardh, ama nuk vina për para, apo? Na me pas hoxha parë, ju jap na për ditë, hajde, ka 500 euro. Po s'kena. S'kena. E tash pse ke arti? Ke ardh për ditë Zotit. Ke ardh për ditë Zotit. Me pas kanë me parë, vallahi s'lan me hi. Me ardh çdo taravi ka 500 euro. A mundi me para minutash. Sigur pompa benzinë, siç ato bë, ajo zahmeti i shbon xhami. Ama ti ke ardh për tjetër çka? Për t'i tregu Zotit tan, e për ta mbush zemrën tënde, se kjo jetë nuk është vetëm material. E ke lënë sofrën të shtëpia, i ke lënë familjen të shtëpia për art të Zotit jo xhel xhelalu. Jeta është me Zotin të ndëruar xhamat. Jeta është me Allahun. Jeta e thatën pa Allahin. Jeta e thatën pa xhurim. Jeta e thatën pa namaz. Jeta e thatën pa zeqat. Nuk mundesh betim me kon musliman me pa atë çka ato hek jetimin e ti thu, unë se preki koletën. Nuk mundet. S'mundet se muslimani je. Pa tjetër me lëvizje çka për mënena. Andaj vjen ky Ramazan për të na treguar neve, o ju njerëz, fillimisht, po ju besimtar në mënyrë të veçantë, mos e kërkoni veç materialin, po ndërpreni pak, bëni stacione ku do të jetoni me Zotin e juve. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu në këtë ditë të mëdha dhe në të mëdha të Ramazanit, Allahu t'i bën kabulla adhurimet tona ya rabbal alamin. Allahu t'na bën kabulla xherimin ton ya rabbal alamin. Lusim Zotin e Madh xhel xhelalu, pasi që ne jemi në rahati të ndërum xhamat. E kemi musliman dhe vëllezër muslimane dhe motra muslimane dhe pleqë dhe jetima që kanë siklete, kanë mundime, janë në vende të krizës dhe luftrave. Mos i harroni në duat e juve. Lutni për ata. Qish lutni për familjarët e juve e kështu me radhë. Andaj, të jemi musliman me shpirt, të jemi musliman me zemër, të jemi musliman me fizikët tona, me trupat tona, po ajo qëllimi kryesor është që ne ta fitojmë rahmetin e Zotit xhel xhelalu. Lutim Zotin e Madh, Allahu emrat tonë t'i shkon te banorët e xhenetit. Emrat tonë t'i fshin mbi banorëve të zjarrit nëse janë aty. E lutim Zotin e Madh që Allahu të na ndihmon në adhurimet, na ndihmon në të mbara në udhëzime, t'i fal gjunahet tona, kusurat tona, gabimet tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.